Mirëmëngjes shikues të #gjesit, mirë se po takojmë si çdo të martë në rubrikën Shneta. Sot me mjeku në studio do të flasim për rregullimet e nofullës dhe kirurgjinë për rregullimin e saj. Të ftuar kam doktorin Shkelxen Ibishi, kirurg maksilofacial në Spitalin Amerikan 1. Mirëmëngjes doktor, mirë se ardhët. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Doktor, na tregon fillimisht çka bëni ju si kirurg maksilofacial, me cilat probleme shëndetësore merreni? Kirurgjia maksilofaciale është një lëmi goxha e gjanë, duke fillu prej të fëmijët, kur kanë buzën dhe qiellën e qarë, bëjmë rregullimin e tyre, pastaj tumorët, të cilët janë goxha të shpesh në regionin e kirurgjisë maksilofaciale, duke fillu prej të lëkurës, atyre të gojës, si edhe të gjandrave, shtumore, edhe tumor të tjerë. Gjithashtu në domenin tonë përfshihet edhe traumatologjia, e cila kohën e fundit për shkak të rritjes së numrit të aksidenteve edhe sporteve ka fillu, domethënë është në rritje, ku bëjmë rregullimin e nofullave gjatë pastyrjeve, të cilat përveç nofullave edhe kockat e tjera të fytyrës përfshihen, bëjmë rregullimin e tyre dhe rivendosin e pozicionin të cilin ka qenë para intervenimit. Përveç kësaj, gjithashtu merrem edhe me rregullimin e nofullave, ose që kirurgjia ortognatike, ku bëjmë rregullimin e raporteve ndërnofullore. Jo të gjithë njerëzit lindin me raporte ndërnofullore normale, dhe përveç pjesës estetike që është shumë e rëndësishme për ta, gjithashtu më vonë kuptojnë se kanë edhe rregullime funksionale, të cilat me intervenime ortognatike bëhet rregullimi i tyre. Po. Doktor, do të ndalemi sot konkretisht tek nofulla. Po flasim pra për nofullën kur ka nevojë për rregullim funksional, jo për raste estetike edhe për shkak të aksidenteve. Cilat janë shenjat që tregojnë që një person ka nevojë për ndërhyrje? Shenjat fillojnë që në moshët e hershme, zakonisht në adoleshencën e hershme, kur bëhet ndrimi i dhëmbëve, atëherë fillojnë kur zakonisht fillojnë me aparate ortodontike, ku mund të bëhen disa matje, të cilat kallëzojnë për raportet e nofullave mes veti dhe me bazën e kraniumit. Ato zakonisht përcillen edhe një pjesë e madhe e tyre mund të rregullohen edhe me aparate ortodontike, por një pjesë për shkak të diskrepancës së madhe mes raporteve të nofullave, atëherë bëhet edhe është i nevojshëm edhe intervenimi kirurgjik. Ky është një intervenim kirurgjik i planifikuar, i cili në konsiderat merren shumë faktor. Estetika gjithmonë është brenga kryesore, por ma vonë e kuptojnë që rregullimet e kafshimit janë shumë gjithashtu shumë të rëndësishme. Gjithashtu gjumi, sleep apnea është një faktor është një problem i cili i mundon njerëzit dhe me ndërhyrjet ortognatike zakonisht bëhet rregullimi ose përmirësimi i gjendjes së tyre. Po, pra pozicioni i nofullës ndikon edhe në të folur, edhe në ngrënje, edhe në frymarrje, në të gjitha këto. Kjo është bashkë saktë, domethënë përveç pjesës estetike, funksioni është shumë me rëndësi, edhe kur rregullohet funksioni, njerëz përveç ju ngritet vetbesimi, ju ngritet edhe kualiteti i jetës. Për shkak se ushqimi, gjithashtu nëse raportet nuk janë në rregull, gjithmonë kemi pas problem në përtypjen e ushqimit, e gjithashtu edhe ndryshimet në nyjen e nofullës, e cila është shumë e ndjeshme, dhe kur raportet nuk kanë korrekte, problemet do të paraqiten shumë më vonë. Po. Doktor, ju përmendet disa nga shkaktarët, po cilat janë shkaqet, ndoshta më shumë shkaqe që vinë. Edhe desha të pyes konkretisht, për shembull, ka plot raste kur thonë që kur jemi bebe, beberoni ose cuculla që e mbajmë, mund të ndikojë edhe në deformimin e nofullës. Sa është e vërtetë kjo? Ka të vërtet në ato, po në shumicën e rasteve zakonisht kemi disa janë të lindura. Faktori kryesor është i lindur, kur raportet të nofullave nuk janë korrekte, e gjithashtu edhe të fituara. Domethënë të fituara janë kur siç e ceke edhe rastin, po për ato zakonisht janë më të menaxhueshme, kur janë se thithja e beberonit e kështu, ato janë më të menaxhueshme me terapi
ortopedike të nofla, si që them, nga ortodonti dhe mund të korrigjohen. Po në rastet kur janë shumë të theksuara, atëherë nevojitet intervenim kirurgjik, i cili zakonisht bëhet pas moshës 18 vjeçare. Pas moshës 18 vjeçare. Po, zakonisht pritet rritja definitive, pas rritjes definitive, pastaj të noflave, kur e shohim që nuk kemi ndryshime në rritjen e noflave, atëherë rekomandohet intervenimi kirurgjik. Po, pra deri në atë moshë mund të pësoj nofla ndryshime, pra siguroheni që të jetë... Është e mundur edhe pse matjet të cilat bëhen, do me thonë, në përdori si term mjekësor, matjet cefalometrike, ku raportet e noflave matën me bazën e kraniumit, edhe ato na tregojnë sakt ku janë pozicioni, sepse është shumë e rëndësishme e kuptu edhe cila nofull zakonisht është problemi. Shpesher me mund të duket se nofulla e poshtme zakonisht është shumë e avancuar, e kemi shumë raste kur nofulla e sipërme nuk është e zhvilluar. Kështu që ato matjet na tregojnë saktësisht ku duhet me intervenu dhe sa duhet me i avancu apo me i zhvendos pas nofullat që me ardhë në kontakt tamam të dhëmbëve edhe raportet jenë sa më simetrike. Po. Doktor, kjo konsiderohet një operacion goxha i madh, i komplikuar, ndoshta mund të themi. A është i dhimbshëm për pacientin? Çfarë procedure? Çfarë ndjen pacienti? Është intervenim i madh, po me metodat më të fundit edhe me avancimin shumë të mjekësisë, çdo herë mundohemi me shku sa më minimal invaziv, ku prerjet bëhen sa më të vogla. Dhimbja është si pyetje kryesore, ka me pas dhimbje, është minimale, do me thonë zakonisht kjo realizohet në anestezion të përgjithshëm, e pastaj pas intervenimit zakonisht përdoren analgetik, kështu që dhimbjet janë minimale edhe shumë ajtjet e këto janë shumë në mas të vogël edhe të pranueshme. Nuk është përpara ka qenë ashtu shumë ma e frikshme, tani më është si standard edhe matjet cilat bëhen edhe gjithçka zakonisht trajtimi është shumë i shpejt edhe kthimi në normalitet pranë një javë dhe diteve që pacienti mundet me vazhdu me aktivitete. Për periudhën pas operacionit, isha me folë, doktor, a mjafton kjo ndërhyrje kirurgjike apo pacienti duhet me majt edhe një aparat ortodontik? Po. Diçka e tillë? Në shumicën e rasteve, do me thonë pacientët para intervenimit kirurgjik ju vendosen aparatet ortodontike dhe duhet të vendosen dhe në një pozicion të, që i thojnë na pozicioni bazal, ku ato janë në raport normal, ku do të duhet të ishin para, nëse ai nuk do ta kishte atë problematik. Pastaj me intervenim kirurgjik, kur i pozicionojmë në pozicionin e duhur, shpesh herë na duhet së paku edhe për 6 muaj të mbajnë aparatet ortodontike, që edhe disa lëvizje të vogla të dhëmbëve të bëhen, që të vijë kafshimi, domethënë 100% edhe pastaj të jemi gjithçka në rregull. Kemi raste kur nuk është e nevojshme, po me standardet evropiane dhe me guidelinesat e fundit, gjithmonë domethënë rekomandohet që të kemë proteza ortodontike para intervenimit dhe e cila mund të përcillet deri në 6 muaj pas intervenimit. Po a është ndërhyrja, do të thotë, a rregullon gjithçka, apo ka raste kur nofulla nuk është ama në vendin e vet edhe pas ndërhyrjes, nëse ka raste më të komplikuara ose Po gjithmonë ekzistojnë përjashtimet. Ne do fol për dikon rreth 90% të rasteve kur zakonisht rregullohen kafshimi, rregullohet funksionaliteti dhe estetika. Ka raste kur ka nevojë për intervenime dytësore apo të kombinuara, shpesh nuk do të thonë se për me cek, shpesh duhet i zhvendosim të dy nofullat, do të thënë shpesh e kemi një nofull duhet ta vendosim përpara dhe pastaj nofullin tjetër ta vendosim më prapa, e gjithashtu si pjesë e saj është edhe genioplastika, e cila i bën kjo do me thonë mjekra, që shpesh duhet të bëhet reintervenim, për shkak se është më rritur edhe nuk mund të hyjë si pjesë të rregullon kafshimin, por kjo mund të mos duket estetikisht mirë dhe ka nevojë për ndonjë ndërhyrje. Janë raste shumë të rralla, por ekzistojnë edhe duhet mi pas parasysh. Po zakonisht i dim përpara dhe
i njoftojmë pacientët para se me ndërhy, kështu që në të ardhmen e kemi ma të letë me edhe me njoftu që a ka me pas nevoja, po ka mu kryu vetëm me një intervenim. Po, doktore, përmende ma herët teknologjinë 3D, sa ka ndiku kjo ndoshta edhe në sigurinë për pacientin, po edhe në rezultate më të mëdha ndoshta ditë mësotme? Është shumë e vërtet përveç pjesës mjekësore që është avancu pjesa e 3D-s edhe planifikimit para intervenimit është shumë e rëndësishme. Edhe ka avancu jashtëzakonisht shumë. Planifikimi është shumë i rëndësishëm edhe në shumicën e rasteve muna me para pa ku edhe si ka më do fytyra e pacientit. Ato zakonisht në edhojnë një bazë ose në edhojnë një siguri më të madhe. Kemi edhe raste kur bohen ato ose për shkak të zhvendosjes së novullave, ekzistojnë disa pllakat e titaniumit të cilat duhet t'i fiksojmë për me mbajt në pozicionin e saktuar novullat. Kohën e fundit tani më vetëm prodhohen të personalizuara, mund t'i përësishë saktësisht për pacientin, edhe pastaj që siguria shumë e madhe. Gjithsesi, kjo është diçka që del shumë e kushtueshme për momentin, pastaj ne shkojmë me këto metodat standarde, por gjithsesi për planifikim ka dhënë rezultate shumë mira edhe pacientët prafërsisht mundin me ditë në cilin pozicion qysh ka mu dok, që është shumë e rëndësi për ta. Doktor, po a hezitojnë pacientët të nënshtrohen një ndërhyrje e tillë, pra e përmendet më herët që është pak e komplikuar, e friksohen nga dhimbja. A janë të gatshëm me ju nënshtru një ndërhyrje? Në përgjithësi pacientët gjithmonë ekziston frika për intervenim kirurgjik, ato nuk mund ta mohoj vetëm askush, besoj, po në përgjithësi pacientët të përgatitur, edhe për shkak se është intervenim i planifikuar, i shpjegojmë në detaje, pacientët zakonisht janë në aspektin janë pozitiv, edhe në kuptimin e pranojnë intervenimin, për shkak se e shohin që nuk ekziston një zgjedhje më e lehtë. Edhe është një zgjedhje që sidomos tash në kohën më moderne kur kemi qasje direkte në gjithë shka në informacion, kanë po lexojnë në internet edhe përshohin që është diçka që menaxhohet lehtë edhe komplikimet janë të vogla, kështu që janë më të përgatitur, domethënë në shumicën e pacientëve na vijnë të përgatitur me pyetje që cilat veç i dim përgjigjet, por duhet më u siguru, kështu që ajo na ka lehtësuar punën në aspektin e planifikimit edhe sigurisë rezultate dhe më të mira për pacient. Po. Doktore, përmendëm më herët që para moshës 18 vjeçare nuk mund kryet një ndërhyrje e tillë. A ekziston vonë për ndërhyrje të tilla? Pra a bëhet vonë dikur që edhe ndërhyrat mos kryej punë më? Sa i përket pjesës ortognatike, domethënë kirurgjisë ortognatike, vonë nuk është asnjëherë. Gjithsesi, duhet të pas në konsiderat se formimi i kockës sa më i ri që është më i mirë. Komplikimet janë më të vogla, problemet shëndetësore të përgjithshme pacientët kanë shumë më pak kur janë të ri dhe intervenimin e përballojnë shumë më lehtë, por nuk është kontraindikacion mosha, përveç po flasim nëse në moshat shumë të shtyra, atëherë është diçka që duhet të pas konsiderat gjëra tjera, jo pjesën po në rastet kur ka probleme funksionale, nuk është problem as pak mosha. Po. Doktor, nëse nuk keni diçka tjetër më shtu, ju falenderoj shumë që ishit sot në rubrikën Shneta. Ju falenderoj shumë për ftesën, vetëm do ishta të shtoj që pacientët e cilët e kanë këtë problematik të kenë siguri, sepse këto intervenime kryen dhe kryen me sukses shumë të mirë, edhe komplikimet janë shumë të vogla, edhe shumë të menaxhueshme, kështu që ta kenë konsiderat, mos të frigohen, të marrin një mendim profesional edhe pastaj të vendosin. Faleminderit, doktor. Faleminderit shumë. Shkues të #Gjesit, ju faleminderit që na ndoqët sot. Me #Gjesin takoheni edhe nesër nga ora 7 e mëngjesit, ndërkaq me rubrikën Shneta çdo të martë. Ditën e mirë dhe paqë Shneta.